Kërkesat po I shprehej në forma të ndryshme, me shkrim, me thirrje, por edhe me fishkllima. Punëtorët e Korporatës Energjetike të Kosovës kanë dalë të protestojnë para menaxhmentit të premten. Ata duan paga më të larta, pagën e 13, si dhe bonuset e punës në vikend. Nga këtu, po I bëjmë thirrje Kekut, ta hapin kuletën, sepse ne e dim që Korporata Energjetike e Kosovës e ka mundësinë të bëjë ngritjen e pagave. Prandaj edhe ne kërkojmë. Kryesindikalisti në KEK në Gjatë Lumnica thotë se punëtorët e kësaj ndërmarrjeje po diskriminohen në raport me të tjerët në sektorin publik. Në gjithë sektorin publik e kemi pa një rritje të pagës edhe në korrekt, por jo edhe për punëtorët e KEK-ut. Pavarësisht mlefit që shprehin, punëtorët thonë se një pjesë e kolegëve nuk e ndërprejnë punën, mirë po kjo do të ndodhë herat tjera nëse nuk plotësohen kërkesat. Sot ishte atë sa kemi menduar, domethënë kemi pas dikon 1000 punëtor në protest, nga 4000 ata sa janë. Arsyeja ka qenë thjesht që mos të dëmtojnë prodhimin e Korporatës Energjetike të Kosovës. Në rast se ata dojnë me majtë paret për xhepa e me investu në vende tjera e jo edhe te klasa punëtore, atëherë neve na duhet patjetër që të jemi më të zëshëm edhe një farë forme më të ashpër. Në anën tjetër, kryeshefi I KEK-ut Gramos Hashani thotë se këto kushte nuk mund të plotësohen në kohë të shkurtër. KEK-u vazhdimisht ka pas një rritje të pagave çdo vit. Këtë vit e kemi pak më sfiduese, mirë po e dim që edhe paga mesatare në KEK është më e lartë apo ndërmarrje publike që kanë në Kosovë. Duke pasur parasysh që jemi edhe në një fazë kruciale të investimeve qindra milionëshe në Korporatën Energjetike të Kosovës. Pra këto kërkesat punëtorëve në një afat të shpejt nuk mund të realizohen, apo e kuptoj qartë? Nuk mund të realizohen në një afat të shkurtër. E nëse kjo ndodh, sindikata paralajmëroi edhe protesta të tjera.